Përshëndetje profesor. Përshëndetje Turi. Mirë se keni ardhur në intervista solo dhe sot do flasim për juve, personalisht për punën tuaj si trajner në edukimin e brezit të ri të sportistëve në një sport të bukur dhe interesant siç është kickboxing. Faleminderit për ftesën Turi. Atëherë, cili është Marcel Vima? Atëherë, Marcel Vima është një djalë i lindur në Patos. Është formuar në Patos deri në moshën 13 vjeç. Në moshën 13 vjeç ka hyrë në palestrën e boksit të Patosit. Pas asaj kohe kemi emigruar në Greqi në vitin 94. Aty, si gjithë të tjerët, jemi stabilizuar në Athinë, ku aty ka pas dhe palestra sportive të arteve marciale. Jam afruar në sportin e Muay Thai për një periudhë kohore 4 vjeçare, ku ndeshjet i kemi bërë në ndeshje amatore, në kickbox dhe në low kick disiplina. Duke vazhduar pastaj, kemi arritur nivelin ton dhe në vitin 99 kemi marrë pjesë në kampionatin europian, ku aty kam dalë medalist në vendin e dytë. Ky ka qenë edhe arritja më e madhe mbarkombëtare e imja personale. Ndërsa në ndeshjet amatore kemi disa ndeshje, mund të themi. Kemi diku te 30 ndeshje, 20 mund të jenë fitore, 10 janë humbje. 2 herë jam kampion Greqie në Muay Thai. Kjo është historia ime si Marcel, si sportist. Si lindi ideja për të ndërtuar ekipin e Pollonisë dhe sa vite ka ky ekip që është konkuron? Atëherë, në 2012 unë kam ardhur me gjithë familjen nga Greqia në Shqipëri, jemi stabilizuar këtu. Dhe si një sportist i arteve marciale dhe i sporteve të rënda, jam afruar te palestra e boksit, Apollonia. Aty kam pas një shok sparingu Ermal Pasha, ku unë bëja ndeshje profesionale në Greqi dhe fazën përgatitore krijoja këtu me Ermal Pasha. Gjatë kësaj periudhe na lindi ideja që me fjalë të fillonim të bëshim më shumë sportist për të marrë pjesë në kampionatet që unë merja pjesë në Greqi. Kështu filluam me 3 thas boksi, me 2 baldoreza dhe duke bërë këtë lloj stërvitje, na lindi ide të marrim një ambient me qera për të ushtruar kickboxing. Aty fillon edhe rrugtimi jo në kickbox. Morëm një palestër, u regjistruam si Apollonia Kickbox. Shkuam në kampionatin e parë, 3-4 sportistë, diçka e tillë, nxorëm një kampion, 2 nën kampion, bëm fitoret me para me fjalë. Dhe nga ai moment e këtej themi që vetëm sport dhe kickbox ka parë qyteti jonë dhe fitore. Atëherë, në ekipin tuaj keni edhe femra. Po. Çfarë mund të thoni për angazhimin e femrave në këtë sport? Është gjë e re për krahet? Është e vështirë ky sport për femrat? Mentaliteti jonë këtu në qytet është pak i prapambetur në këtë pjesë. Të paktën për sportet luftarake. Unë kam jetuar në Greqi dhe pothuajse 60% ishin meshkuj, 40% ishin femra në palestre dhe nuk bënte përshtypje femra apo mashkull. Thjesht dhomat e zhveshjes lexonin për femra dhe vetëm aty ndryshonin. Pjesa tjetër ishte një lloj. Tani unë mundova në fazat nga mezi kështu fillova të fuse dhe për vajza u afruam, po siç e tham, edhe pak këtu ambienti është pak i larguar dhe ndriçimi ka qenë nuk ka pas ndriçim. Dhe orare servitore ne kemi grup mosha deri në orën 6 dhe goca duan një orar specifik në fjalë. Kam nxjerr kampione në kickbox, kam nxjerr 2 vajza, një dhe nga 2 vajza ka qenë dhe vajza ime. I them gjithë qytetarëve që t'i angazhojnë fëmijët në kickbox se është sport i dur për to. Kjo është mos të ngelemi në fjalë të sportet me një fjalë
që janë në skuadër. Merren te sportet individuale sepse i vinë ndihmë fëmijëve. Edhe në vetmbrojtje edhe në çdo gjë të bëjnë më të forta për veten e tyre. Ju përmendet sportet në skuadër, domethënë futboll, voleyboll, basketboll, sporte të tjera. Edhe këtu ka skuadër. Sepse unë kam qenë afër disa herë në aktivitetet tuaja dhe çunat dhe gocat e ekipit Apollonis apo dhe grupet e tjera të ekipeve të tjera të Elbasanit, Pokratesit, kanë një skuadër dhe nuk kanë një moshë caktuar. Filloj nga ju i dini më mirë këto moshë dhe mund na i sqaroni. Pra, edhe pse është sport individual, prap ka një skuadër, ka ngjyrat e ekipit. Po. Pra, si e shikoni ju këtë punë në grup në këtë sport që ne shikojmë individual? Atëherë, te sportet individuale pjesa në grup dhe në ekip i bën mirë gjithë ekipit. Në fjalë, nëse po ndeshet supozojmë Elja në ring, gjithë grupi është aty për ta motivuar atë që të fitojë. Aty ai do marri energjinë e dur nga grupi, nga gjithë ekipi normale, po kjo i vjen shumë në ndihmë, sidomos kur jemi një grup i madh. Unë po thuaj se kam shkuar me 20 pesha në kampionat. Dhe kjo të bën ekip të fortë. Nga grupi me fjalë vjen fitoria, vjen dhe që kemi marrë dhe kampionatet edhe kështu me radhë. Kjo është qëllimi, të jemi në grup. Kjo është pjesa kryesore, të ikim në autobus, të ikim një grup i madh. Pastaj pjesa e grup moshave neve kemi aktivizuar edhe me fjalë federata ka pas dhe 8, 9, 10 vjeç që ka vendosur si jashtë programit kur i thonë dhe ka necur shumë mirë, i ka motivuar më shumë akoma. Çfarë ndihmë jep federata në përhapjen e këtij sporti? Federata të vetëm gjë që jep si ndihmë që organizon kampionatet, Kupën e Shqipërisë dhe këto open për të ardhur në ndihmë fëmijëve, ndeshje sparingu që themi ne, që për të ardhur në ndihmë të rinjve dhe të rejave që të ofrohen me fjalë në sport. Kjo ka qenë ndihma se federata e kickboksit ka pasur shumë probleme, me fjalë nuk ka pasur ndihmën e dur nga shteti dhe nga qeveria, se që nga 2 federata paralele. Edhe nuk është gjetur një zgjidhje me fjalë që t'i vi më shumë në ndihmë sportistave. Edhe në kampionate ballkanik, europian, botror që unë kam marrë pjesë si ekipi im, më ka ndihmuar bashkia ose familja e sportistit personalisht bashkë me mua. Kjo ka qenë ndihma me fjalë që kemi marrë. Federata është e pa fuqishme me fjalë. Të gjithë bashkë kemi munduar që federata po ecën në këtë ritëm. Dhe inshallah Zotit të ecim si federatat e tjera. Atëherë publiku do të di se sa puni duhet një sportisti në kickbox, sa orë stërvitje. Stërvitja është vetëm fizike apo dhe mendore. Pra, si duhet dalë një sportist i kompletuar nga palestra gati për në ring. Atëherë, faza përgatitore nga momenti që ne kemi programin stërvitor federatës dhe vin kalendari në email, neve përgatitemi për kampionat duke bërë një stërvitje intensive dhe 10 ditë të fundit e ulim atë ritmin e stërvitjes. Normalisht që kur kemi kampionat përpara, neve bëjmë dhe 2 seanca stërvitore. Seancat që bëjmë neve janë nga 1 orë inqerek, kickbox dhe pjesa tjetër pastaj përgatitje fizike, stretching dhe këto me radhë. Për të marrë sa më shumë nga sportisti dhe duke vajtur në kampionat, se neve me fjalë neve bëjmë stërvitje të tillë që ta amortizojmë goditjet në ring, se shikoj njerëzit dhe thonë po goditen ata aty. Ne stërvitemi për atë lloj stërvitje. Nuk është se të marrim njëri nga rruga dhe marrim e çojmë në ring atje të bëj kickbox, nuk është kollaj të bësh kickbox. Ta çuna që dalin kampion e bëjmë me djesht të punë. Lodhen, punojnë, sakrifikojnë, nuk është kollaj. Dhe një prind që bie fëmin këtu e bie që ta servisim në këtë lloj mënyre, sepse jeta kështu është në vetvete turi. E lodhshme, ke shumë papritura në jetë.
Atëherë mund të na orientoni pak profesor për grup moshat që keni ju në ekip dhe ambulojnë ato të gjitha ekipet paralele që të vazhdojnë, për shembull, nëse janë 6 deri në 8 vjeç, vazhdojnë pastaj 8 deri në 10. Si ndani këto grup mosha ju në kickbox? Okej, neve kemi ndarë nga mosha 7 deri në 12 vjeç, kemi në një grup mosh, vinë 3 herë në javë, nga e hena deri të premte, të henë të mërkur të premte. Orari është 3, paka shumë orari që nuk i prish punë edhe kurseve edhe e kemi parë në këtë lloj mënyre. Të henë të mërkur të premte 3 me 4 në qerek, 7 deri në 12 vjeç. Kjo është mosha që është për fillestar dhe për fëmijët e vegjël që më shumë të kenë pjesën e stretchingut dhe zgjatimeve të muskujve të tyre. Kjo është pjesa kryesore dhe nëse dikush nga këta bën një hap më përpara, neve e ndajmë në grup edhe bëjmë një stërvitje pak më të avancuar. Këta që janë çik më mirë kur i thonë dhe që janë dhe për kampionat. Ndërsa nga mosha 12 deri në moshën 17 vjeç i kemi të hënë të mërkur të premte 5 me 6 në qerek dhe këtu tani se të kjo grup mosh këtu është dhe baza e palesës tonë. Kjo grup mosh është që dominon këtu te ne. Këtu tani e kemi ndarë që të hënë të mërkur të premte vinë djemët që janë fillestar, që janë në hapat e para, ndërsa çunat që janë për ndeshje dhe që janë në një nivel më të lartë vinë nga hena në të premte ditë për ditë. Një fjalë, e rëndësishme është të vish 4 herë në javë në palestër të bësh stërvitjen intensive për ata që janë në një nivel të lartë, po e kemi të hapur me fjalë nga hena në të premte për këtë lloj kategorie. Stërvitja ndahet me fjalë kemi atë nxjerrim atë ditët të servitorit të tona dhe themi që sot do bëjmë atletik dhe do e kombinojmë me kickboxing. Ditën tjetër do bëjmë stretching të avancuar e kombinojmë me kickboxing. Me fjalë, çdo ushtrim përgatitje fizike që bëjmë pak a shumë e kombinojmë me kickboxing dhe në fund pastaj këto pjesën përgatitore të muskujve të barkut, të shpatllave të këtyre i bëjmë në fund fare të stërvitjes. Unë jam shumë i kënaqur me thorinë e palesës tonë, sepse gradualisht neve kemi qenë një palesër që vinin 5 veta në fazë në fillim fare, mund të vija në stërvitje dhe mund mos vinë edhe askush. Unë rri aty prisja të bëja orarin dhe kjo gjë me fjalë ka ndryshuar, ku neve sot grup moshat e vogla kemi me 25 kalamaj të vegjël. Grupi tjetër po 25 kalamaj. Pastaj grupi të avancuarve janë 27 sportistë. Na ke ndjekur dhe kur i vim kampionat që me fjalë kemi goxha pjesëmarrje dhe nuk është më palesa si ka qenë para, është gradual duke u rritur me fjalë numri sportistave dhe kjo ka qenë qëllimi im kryesor të ri që në fier kickboxit të lulëzoj dhe të shkëlqej. Të bëjnë aktivitete në fier në kickbox dhe të lexoj Apollonia në çdo vend. Kjo ka qenë pjesa ime kryesore e angazhimit tim në kickbox në qytetin e Fierit. Dhe nuk kam dashur me asnjë vend tjetër përveç se vendin tim këtu ku jam. Atëherë ju thatë që punoni në grup, pra me grup mosha të ndryshme, me gjithë grupin punoni edhe në mënyrë individuale. Duam të dimë diçka më tepër rreth kësaj mënyrës individuale. Ka një program të caktuar për secilin lojtar që është pretendent, po themi, për kampion shqiptare e mëtej? Atëherë, kickboxi ka një kickboxier, e supozojmë 60 kg, me një 60 kg, nuk kanë të njëjtat, njëri mund të jetë solaks, ushtrimet i ka të ndryshme, njëri mund të jetë në krah normal dhe ka ushtrimet specifike. Një sportist mund të ketë kryesore kemët, pjesën e karates, një sportist mund të ketë pjesën e boksit, sepse kickboxi ndahet 50% është goditje boksa, 50% është pjesa e karates, pjesa e kemëve. Kështu që neve i aneksojmë këto. Me fjalë i bëjmë në grup dhe pastaj e marrim ka
ka një teknikë specifike për sollak, për shembull, i bëjmë atë teknikë që e ka dhe dita e atij. E kupton se ne nxjerrim në bazë të sportistave, nxjerrim edhe për programi servitor ditor. Kjo, ndërsa pjesa e grupit pastaj punon edhe për kalitje dhe për përgatitje fizike. Ka prind që i bjen fëmijët këtu që mos të rinë lokaleve, mos të rinë në telefon, mos të rinë në rrugëve kur i thon, duke ardhur në palestër, duke bërë një orë çerek këtu në palestrën tonë, automatikisht fëmia është angazhuar 5 orë, sepse një orë e gjysmë para duhet bëhet gati të vi këtu. Psikologjikisht do bëj një orë e gjysmë këtu me ne, sa të vej në shtëpi ka kaluar edhe një orë e gjysmë tjetër, kështu që programi tim mbas dite nuk kam orare që të dali po flas të dali në kuptimin shkojnë ndeshje futbolli ose në për lokale dhe gjëra të tilla. Jo se kemi gjë me këto gjëra, po mendojmë që është e dobishme për fëmijët të merren me arte marciale, me kickboxing, boxing, me këto sportet luftarake. Është mrekulli për fëmijët. E kam të vërtetuar kaq vjet palestër dhe sportistat që dalin nga mua marrin një orientim të mirë në jetë. Nuk marrin një orientim të gabuar. Kjo është pjesa kryesore me fjalë. Kanë ardhur sportistë që zishin rrugës, që bënin gabime. Kanë ardhur këtu me disiplinë dhe janë bërë sot njerëz që ke qef të ulesh të bësh bisedë, se ata bëjnë bisedë sporti, bisedë kickboxing, dhe është shumë e rëndësishme që të dëgjosh sot të bëjnë 2 njerëz bisedë sportive. Folët për menaxhimin e emocioneve. Si e menaxhoni ju humbjen? Edhe fitore. Atëherë, kjo është pjesa kryesore me fjalë e kickboxit, që njihet fair play në mënyrë ka ndodhur që janë gjakosur të dy dhe në fund janë takuar sikur ishin vëllezër dhe kanë bërë shoqëri dhe më mbrapa bashkë. Kjo vjen nga palestra, vjen nga kolektivi, vjen nga shoqëria. Edukohet në palestër kjo lloj fryme. Këtu është sport. Gjakosesh, ndalon koha, fillojnë prap, takohemi kur humbet njëri apo humbet tjetri, takohemi dhe bëhemi dhe shok gjatë jetës tonë. Kjo më ka ndodhur dhe mua. Kam bërë ndeshje, kam humbur, sot unë bashkëpunojmë edhe. Ka palestrën e tij personi në Greqi, ka palestrën time unë këtu dhe bëjmë ndeshjet miqësore, jemi takuar në aktivitete, turne, kickboxing, dhe kjo ngjelet në sport turi. Dhe kjo është gjëja kryesore për mua si trajneri kickboxit, që të shkoj sportisti im të bëj shoqëri me një sportist të kickboxit dhe të çdo lloji sporti dhe të bëjnë bisedë. Shkojmë në ndeshjet ndërkombëtare në televizor, në internet, kudo, dhe kemi për të biseduar. Ndërsa dikur kur bëja unë kickbox nuk ishte as rrjete sociale, as një gjë, do të shikoj një video ose në një transmetim kur mund ta jepte në një televizor. Kështu është kickboxi turi. Aty ku goditesh, humbet ose fiton, përqafohesh me kundërshtarin, i jep dorën dhe trajnerëve, kjo është respekti i ringut. Atëherë folët për pjesën që dikur nuk mezi shikonin në televizor, tash i kemi rrjete sociale. Cili është për ju, për mendimin tuaj, një nga sportistët më të mëdhenj botror në kickbox? Unë këtë do veçonit se di që ka shumë. Unë kam pasur fatin, nga 5 jam më mirë sot. Tani është moshë e madhe, e kupton, po e kam pasur në palestër. Mikali Zabidi. Ky ka qenë me fjalë, ka pasur edhe trupin pak të shkurtër, me fjalë nuk ka qenë shumë i gjatë dhe i fitonte ndeshje. Sado që ishin trup ndej, me fjalë me atë forcë, me atë pasion e tij. Pastaj ka shumë tani Rico Venhover, holandez. Kështu që ka shumë për i. Dhe kickboxi po eca shumë përpara. Po eca shumë. Shikojmë nga ndeshjet, shikojmë nga masiviteti që kanë palestrat. Ky është sport tamam për një fëmijë dhe për një adoleshent të ri. Po, atëherë e prekëm të pjesën që adoleshentët duhet
orientohen më shumë nga sporti. Sa ekipe ka Shqipëria sot kickboxing? Shqipëria ka turi te federata ku jam unë aktualisht janë 15 ekipe. Po do bësh llogari që në çdo qytet ka nga 2 palestra kickboxing. Përveç se Tirana që mund të ketë 20-30 palestra. Po në çdo qytet. Edhe në Fier me fjalë, në Fier nuk e di këtu, vetëm unë jam këtu në Fier që bëj kickbox. Do dëshirohet bënë edhe ndonjë tjetër se konkurenca është i ballafaqon sportistat. Vlora ka 2 ekipe, Lushnja ka 1 ekipë. Me fjalë ka shumë ekipe turi. Ka shumë ekipe dhe palestrat janë plota turi. E bëjmë me pasion, nuk dhe sportistat të rregull, të veshur mirë, të edukuar. Mund të thoni disa emra të sportistëve tuaj më të mirë që vazhdojnë aktualisht? Ka bërë fitoren e parë në palestrën tonë është Ermal Pasha. Ky sportist eci dhe ka aq e kishte me fjalë pati dëmtime, e la, tani ka shkruar trajner. Ky është sportisti i parë. Pastaj kemi Fabio Ferko. Është aktualisht kampion Gjermanie, ka marrë 2 breza botror. Kanë qenë kampion Evrope me ne. Ai është sot për sot nga palestra që është në nivel profesionist, që ka dalë nga palestra jonë. Pastaj kemi pasur Kristian Bakalli, ka dalë dhe kampion Ballkani, ka dalë dhe kampion bote në vend të dytë në low kick. Endri Nuaj, kemi Simon Vrapi, Elio Saliaj, kemi shumë sportistë turi që kanë lënë atë figurën e tyre në federatën e kickboxit. Dhe po vazhdojmë kështu turi, ky numër do rritet, do bëhet edhe shumë i madh. Shumë i madh. Edhe fal këtyre sportistave ne kemi dalë dhe ekipi kampion. Disa herë me fjalë. Qëllimi ka qenë që të kemi të gjitha peshat. Kjo është realizuar më shumë se 6-7 vjet që ne shkojmë në aktivitet me të gjitha peshat. Nuk kemi me probleme peshat, vetëm zgjedhim kualitetin. Nëse janë 2 pesha në të njëjtën, shikojmë të zgjedhim atë që është më i miri dhe pa patur ngelje qefi kur i thon. Se e edukojmë këtu, e kupton, e kemi si. Atëherë, çfarë mund të na thoni për trofetë që ka fituar ekipi, si ekip edhe trofetë që kanë fituar secili prej sportistëve ndër vite? Okej. Tani po e filloj me sportistat. Trofetë që kanë fituar sportistat e mi, trofetë më të rëndësishme kanë qenë vendi i tretë në Evropë, ka dalë Fabio Ferko në Athinë. Vendi i parë në Ballkanik Elio Saliaj. Vendi i parë në Ballkanik Murat Mylkaj. Ballkanik në Bullgari Kristian Bakalli vendi i dytë. Këto janë rezultatet ndërkombëtare që ne kemi marrë pjesë. Nuk është se kemi marrë shumë, me fjalë, po thoj se mund kemi qenë në 10 aktivitete. Dhe këto kanë qenë rezultatet me fjalë, gjithmonë me ndihmën e pak të bashkisë, pak të prindërve, pak të timit personal, kështu kemi vajtur në aktivitete. Dhe kemi pasur rezultate. Se të flasim tani që Bullgari ka një përvojë të madhe në kickbox, ose Greku ka shumë përvojë në kickbox, Malazesi, Bosnjaku, janë të formuar në atë pjesë. Ne kemi 13 vjet ekip, 13 vjet më fal federat. Dhe në federatën e kemi formuar ne trajnera. Kur ka marrë nga Greqia, mi bërë disa trajnera bashkë e formuar federatën për sportin që neve e kemi pasur, e kemi ushtruar dhe e kemi pasion, Kur mendoni ju që neve mund të kemi një ekip kombëtar të fortë dhe të konkurojë me ekipet e tjera që përmendet, Bullgarin, Grekun? Patë në këto ballkaniadat. Ne kemi lojrat mesdhetare në muajin dhjetor dhe me fjalë në asamblenë e kaluar që ishim para një muaji varsisht,
na është dhënë kjo si detyrë për të servitur sportistat më të mirë që kemi ne. Besoj se do ja dalim turi. Sepse kjo federata ka dhe mund të ftojë të gjithë sportistat që janë jashtë shtetit, e kupton, dhe kemi goxha sportistat mirë. Unë mendoj që edhe Fabio Fergos mundet ta ftojë të vi të përfaqësojë Apollonin në këtë, se kjo është ngjarje e madhe për Shqipërinë, në fjalë, lojra mezetare e kickbox s'ka ndodhur ndonjëherë. E kam ekipin gati turi. Besoj se mund të marr pjesë. Nuk e di se si do funksionojnë, do bëhet me pesha, do bëhet individuale, nuk e di se si do funksionojë federata, po 4-5 sportistë elitari kam për në këtë aktivitet. Që të dalë me medalje turi, jo të dalë të vetë edhe si të mund të dëmtohet sa për të marrë pjesëmarrjen sportisti. E shikoj që kur shkojnë për vende në Europë, e shikoj që sportistat e mi nuk kanë as emocione asgjë, në fjalë që janë të fortë, janë të fuqishëm. Kjo vjen nga stërvitja që bëjmë në palestra normale, po janë dhe është dhe vetë vendi këtu valla, Fieri e do kickboxin valla. E do kickboxin. Kemi dalë kaq herë ekipi kampion. Shkojmë Tiranë, nuk është se përfaqësohen si ne. Unë jam angazhuar maksimalisht për këtë gjë, se kjo ka qenë qëllimi im, të marr kampionatet. Kjo është arritja e madhe në një palestër. Që gjithë zotit ambjendet i kemi. Atëherë jemi afër fundit. Mendoj se i kemi thënë pjesën më të madhe të asaj që donë të dëgjonte publiku, një orientim për sportin e bukur të kickboxit, luftarak. Cili është mesazhi juaj për shikuesit të rinj apo dhe prindrit e tyre apo dhe sportdarësit? U bëj thirrje prindërve që t'i edukojnë me kickbox, t'i çojnë pranë palestrave fëmijët, dhe jo vetëm t'i çojnë atje dhe mblodha mendjen unë do vim pas një muaj të bëj pagesën a ku di jam si mund të funksionoj. Po të çojnë fëmijët në palestër dhe të interesohen për herë me prindin, me trajnerin. Prindi duhet bëj këtë veprim. Jo e merr e lë fëmin atje, edhe edukon trajneri, se kjo nuk duhet ndodhi me fjalë. Duhet jetë prindi me trajnerin bashkë dhe me fëmin, profesorinë e tij. Kjo është kryesorja dhe u bëj thirrje të gjithëve turit të afrohen pranë palestrave, femra meshkuj turit. Femra meshkuj të mbushen palestra valla sepse kjo është qytetari turit. Kjo është edukim. Fëmijët e mi turi kam të angazhuar me sport. Nuk ka një orë bosh të fëmija im. Nuk ka se po e them këta për diçka, po. E di që një orë bosh çfarë do bëj, do kapi telefonin, nuk do bëj një gjë kulturore, do shikoj çfarë hedhin aty, se kjo është realiteti sot. Mos flasim kot. Sa herë është shpallur ekipi i Apollonis në kickbox kampion? Atë ne jemi shpallur në Kuçov në 2014, ekipi kampion, në Tiranë në 2015, ekipi kampion, në Tiranë në 2023, kemi marrë në 2023 dhe Kupën e Shqipërisë në Durrës, dhe me që neve kemi marrë dy kupa rresht, na është dhënë mundësia për ta bërë aktivitetin tonë në qytetin tonë. Dhe këtë na e ka ofruar Bashkia e Fierit, kemi marrë Pallatin e Sportit, federata ka ngritur gjitha ringet, gjitha merat, dhe është bërë aktiviteti kickboxit aty kampionatit, dhe ne kemi marrë kampionatin e kickboxit në 2024 në qytetin tonë, pranë publikut tonë. Po, faleminderit profesor. Ju uroj dhe unë suksese në punën tuaj të vështirë, po edhe të bukur, dhe shpresoj të takohemi në biseda të tjera.